Të kategorisë së parë, ku në fusë presin dy skuadra që po kalojnë momente krejtësisht të kundërta, Lecce dhe Apollonia. Ekipi Kurbinas vjen me 10 fitore radhazi dhe sigurisht falë kësaj ecurie, Lecce është afruar ndjeshëm me kreun e renditjes në anën tjetër të fushës. Situata është krejt ndryshe për Apollonin. Firakët po përjetojnë një periudhë shumë të vështirë duke mos arritur ende të shijojnë fitore në këto 7 javët e para të vitit. Është momentet të njohur me formacionet e dy skuadrave, fillimisht me Lecce. Ekipi Kurbinas drejtuar nga Naxhi Shensoi vjen në fushë me këtë rreshtim, me një rreshtim 4-3-3. Në portë është Hasan Belli, në mbrojtje Mjaki, Kurti, Harrison dhe Isa Kalaj, Nerguti dhe Bibo janë 3 lojtarët e mes fushës, Tresa, Myrta dhe Joel, 3 lojtarët të cilët formojnë repartin e sulmit. Në krahun tjetër, Apollonia drejtuar nga Jovanovic vjen me 3 mungesa të rëndësishme si Aslanaj, Hoxha dhe Andres. Në portë është Kaçaj, në mbrojtje Rakipaj, Francis, Cinedu dhe Folorunsho. Amakba dhe Topi janë 2 lojtarët të cilët formojnë qendrën e mesfushës, Stefan, Sulo dhe Mamutaj, 3 lojtarët në mbështetje të sulmuesit Antoni. Vendos drejtësi në këtë përballje Erion Bastari, ndihmuar nga Mario Shazivari dhe Giulio Mani. Për vitin 2026, Lecce ka qenë praktikisht perfekt, 7 ndeshje dhe 7 fitore, duke grumbulluar maksimumin e mundshëm prej 21 pikësh. Një seri që ka kthyer bardhëzi në një makineri rezultatesh me 15 gola të shënuar dhe vetëm 5 të pësuar, çka tregon balancën mes një sulmi efikas dhe një mbrojtje shumë solide. Në anën tjetër të fushës, Apollonia po kalon një nga momentet më të errta. Bilanci i tyre flet për 2 barazime dhe 5 humbje në vitin 2026, me vetëm 2 pikë të grumbulluara dhe një gol avarazh, me 5 gola të shënuar dhe 12 të pësuar. Një formë që i rendit si ekipin me rezultatet më të dobta të këtij fillim viti dhe që e bën edhe më të rëndësishme reagimin në këtë fazë të kampionatit, ku Apollonia po rrezikon seriozisht objektivat e saj. Është momenti për startin e kësaj përballje, do të jenë pikërisht vendasit të cilët do të shkelmojnë në topin e parë me Ledio Tresën, i cili ndodhet tek topi dhe në pritje të fshëllimës së kryesorit Erion Bastari. Ka nisur kjo përballje Lecce Apollonia, vleshë për javën e 25 të kategorisë së parë, që se si do të rrjedhin ngjarjet në një 90 minutësh me surpriza nëse Apollonia do të arrijë ta bëjë diçka të tillë në një transfert vërtet të vështirë. Atë që është dhe lojtari më kryesor, më decisiv, nigeriani Antoni, sulmuesi i cili në ver do të largohet nga ekipi i Apollonis pas përfundimit të kontratës Gabon. Për deri Kaçaj duke dhënë këtë mundësi ekipit të Lecce me Joel, i cili nuk është i saktë në atë pasim për tek Myrta në krahun e djathtë. Faul i Antonis ndaj Kurtit, ka mbetur i dëmtuar numri 5, vendas kapiteni i Lecce. Myrta është një nga lojtarët që ka më tepër minuta tek ekipi Kurbinas, është një nga lojtarët që ka zhvilluar 1980 minuta më shumë nga të gjithë lojtarët e tjerë. Ndërkohë kryesori Bastari po diskuton me sulmuesin Antoni për një faul, për një bryl të ngritur ndaj Kurtit. Sigurisht diferencat në gjatësi janë. Në vetëm 2 minuta lojë ka një ndalesë. Shkon Antoni për t'i kërkuar ndjes Kurtit për atë faul të shkaktuar. Tek topi është Mjaki, i cili luan tek Myrta. Fton Joel. Vjen arkimi jo i mirë i
Joel. Është ndeshja e tij e tretë me fanellën e Laçit. Kujtojmë që ka qenë pjesë e ekipit të Utës gjithashtu edhe të Ignatius. Vetëm disa javë më parë është transferuar tek Laçi. A transferim që erdhi më datë të shkurt. Tresa humbet kontrollin e topit. Amak Baj luan shpejt tek Enea topi. Por gjithashtu lojtarët e Apollonis nuk janë të qartë. Pasimi Kalajt gabon prapavia e Apollonis gjithashtu edhe Joel sulmuesi nga bregu i Filtisht, 23 vjeçari. E shohim edhe një tjetër aksionin, pasimi i Sander Kalajt për tek Ledio Tresa. Ishte Rakipa i cili nuk e largoi siç duhet topit. Erdhi me shumë shpejtësi Joel për të shfrytzuar atë mangësi në pravavi. Megjithatë nis me një intensitet këtë përballje ekipi i Laçit. Topi gjati Kaçajt, afton duelin ajror mjaft mirë. Kërcen më lart Harrison. Mirë Lale, kur dush ti. Topi larguar nga Francis është Çinedu, i cili është improvizuar në qendrën e mbrojtjes pas mungesës Arslanajt. Kapiteni i Apollonis nuk është i gatshëm për shkak të plotësimit të numrit të kartonave. Do të mungoj për 4 ndeshje. Njaki në këto kombinim me Myrton. Pason më shumë se ç'duhet. High pressing! Edhe kështë edhe trajneri Laçit Naxhi Shensoi, i cili po bën një punë të jashtëzakonshme tek Laçi në 15 ndeshje, numëron 11 fitore, 4 barazime dhe asnjë humbje. Tjetër është 37 pikë të koleksionuara, ndërkohë shohim këtë aksion që nuk shfrytëzohet maksimalisht nga Antoni, dorëzon topin shumë shpejt. Kurti luan tek Hasanbelli. Portieri Laçit jep një top të gjatë, nuk është askush, mbyllet nga Folorun Sho. Gabon numri 5 i Apollonis. Shkon me shpejtësi Sulo. Nuk e del dot rivën e fundore. Atë është edhe trajneri i Apollonis Jovanovic, i cili në 24 ndeshje në stoljen e Apollonis numëron 6 fitore, 6 barazime dhe 12 humbje. 24 pikë të koleksionuar nga tekniku serb në stoljen e Apollonis. Në fillim ishte një ecuri mjaft e mirë e Apollonis me disa fitore, duke u renditur në 4 vendet e para. Shohim markimin e Tresës, Joel, i cili jap rrugën atij topi. Myrta. Kotitja nga distanca, mbyllet nga Amakba. Rivoni me duar për Kurbinasit, është Bibo. Myrta, luan te Kurti. Myrta, Bibo, pasime në zona të ngushta, ka edhe një faull shkaktuar nga Antoni. Edhe njëherë tjetër nigeriani bëhet pjesë e një faulli. Vetëm disa minuta më parë shkaktoi një ndërhyrje të pareku ndaj Kurtit. Kalaj. Nerguti. Myrta. E kontrollon mirë topin, edhe një vështrim në krahun e djathtë, aty ku ndodhet Bibo. Pasimi Bibos tek Joel, fton Mjakin. Shohim se ka patur një devijim të Mamutajt. Është pikërisht kështu. Vjen goditja e parë nga këndi në minutën e 7 për Laçin. Mjaki. Ka topin numër 28, vjen Arkimi. Nuk tërgohet e sa Kurti.
Dhe ka një faull fituar nga Rakipa në atë përplasje me Mjakin. Goditje e lirë për fjerakët, të cilët në këto minute janë interesuar vetëm të administrojnë, të menaxhojnë situatat. Shohim edhe një herë tjetër, faullin e shkaktuar nga ana e Mjakit. Francis, në vështirësi, brojtësia e Apollonisë, luan përpara, vjen Sulo. Topi mbatur në lojë nga Mamuta, lëviz mirë ndaj Kurtit, avancon. Numri 27 e Apollonisë vjen pasimi në zonë dhe është Harrison i cili bën më të sigurt duke larguar topin. Sigurisht që kërkojnë të luajnë me kundër sulme, të kapin të papërgatitur Laçin. Futbollistët e Apollonisë, Antoni. Mamutaj gabon në këtë pasim. Kalaj. Luan në krahun e majt tek Ledio Tresa. Shohim të duel 1-1. Luan mirë Tresa në krahun e majt, aty ku ndodhet Isak. Dhe arkimi gabuar Isak. Kërkon ndjes mbrojtësi Laçit. Humbja e fundit e Laçit daton më 26 shtator të vitit 2025 në transfert ndaj Skënderbeut. Megjithatë, situata mes dy skuadrave është shumë e ngjeshur, është bërë goxha interesante pasi distanca është vetëm 3 pikë larg. Laçi në vendin e dytë me 55 pikë dhe Skënderbeu në kotën e 58 pikëve. Kalaj. Pasim që devijohet, sigurisht që duan të luajnë shpejt lojtarët e Laçit për të ndryshuar fatet e kësaj përballje. Myrta te Bibo. Edhe një tjetër Myrta, Bibo, luan të Mjaki. Ky fundit e kthen topin pas te Kurti. Harrison. Isak. Fton Ledio Tresën. Pasimi Ledio Tresës pati një devijim nga Rakipaj. E Joel. Nuk i ndaj Qinedu. Kalaj. Luajnë me shumë pasime lojtarët e Laçit, gabon për një çast Kalaj. Vjen Joel, pasimi Kalajt, mbyllet nga Enea topi. Bibo rikuperohet shpejt. Topi nga e lojtarëve të Laçit. Myrta. Nuk ka shumë alternativa për para, ndikuar nga një mesfush dhe mbrojtje ngjeshur e Laçit. Shohim tentativën e Tresës dhe gushtimi i Kaçajt. Minuta e 11, rasti i parë i rrezikshëm i përket ekipit të Laçit me Ledio Tresën. Mjaki luan shpejt, topi gjatë për tek Joel. Mbyllet nga Qinedu, më pas nga Francis. Tresa, i cili luan tek Isak. E dorëzon topin tek Rakipaj. Kaçaj e largon si mund të. Të korrigjon mundson edhe një herë tjetër goditjen e Ledio Tresës, ajo e djathtë në cepin tjetër. Te Kaçaj, i cili bën detyrën e tij. Edhe një herë tjetër Laçi në sul. Pasim që mbyllet nga Mamuta e Antoni, e kontrollon. Shtyr më shumë se ç'duhet. Myrta luan te Mjaki. Edhe një herë tjetër Olsi Myrta. Pasimi shumë i mirë për tek Ledio Tresa. Vjen pasimi në zonë, është Qinedu, i cili nuk lejon topin të përfundojë tek Joel.
Goditja e dytë nga këndi për ekipin e Laçit. E shohim edhe njërë tjetër aksionin, pasimi Ledio Tresës në zonë. Është pikërisht numri 7 nga këndi. Arkimi, nuk arrin dot Joel. Myrta, vetëm e devion. Sulo, pasimi shpejt i fort për tek Stefan. Tresa, Arkimi në zonë, nuk arrin dot Joel. Nuk ka patur asnjë devi. Vetëm rivënia fundore për me shen kryesori Bastari. Javën e kaluar, Apollonia unë poshtë nga Pogadeci brenda në shtëpi me rezultatin 1-2. Një ndeshje ku solli pikërisht 2 kartona të kuq për Hoxhajn dhe Aslanajn. Ndërkohë në krahun tjetër, javën e kaluar, Laçi fitoi me rezultatin 1-5 ndaj Lushnjës në transfer, një ndeshje totalisht e dominuar nga ekipi i Laçit. Avancon Harrison. Isak. Pason dhe Ledio Tresa. Kurti luan tek Mjaki. Edhe një vështrim për para, topi gjatë për tek Joel, vetëm e devion, por nuk e mbështet Bibo, Folorunshë. Luan për para. E vëlemetuar që i takon ekipit e Laçit. Edhe njerë tjetër vion të jetë për para ekipi Korpinas. Kalaj. E kthen topin pas, aty ku ndodhet Harrison. Isak. Bibo. Vonohet disi, me gjitha të pason të Nerguti, e djata e Nerguti, të mbitra. Minuta e 15, një tjetër pa e lajmërim nga Laçi. Se radhe nga Nerguti, e shojmë edhe njerë të djatën e ti. Në fakt ka patur një devijim. Vjen goditja e tretë nga këndi, edhe njerë tjetër Ledio Tresa në përpjekje për të arkuar më mirë. E bën diçka të tillë, kjo e djatë, ka patur një devijim. Ishte tentativa e Kurtit. Me njerë pozicionohet në vendin e tij, numri 5. Luan shpejt kaçe në krahun e djatë të Rakipaj, topi gjatë i tij për tek Sulo. Kurti. Bibo, luan pas, aty ku ndodhet Mjaki. Simi shpejti Mjaki te Joel, kërkoi mbështetje në krahun e djatë, por u bllokua nga Francis. Ishte Myrta i cili po avanconte më tej në krahun e djatë. Kërkoi me duar Mjaki për tek Joel. Myrta, pasimi për tek Joel, disi fort me gjithatë, e arrin. Sulmuesi nga bregu i Fildisht. Dhe një arkim që mbyllet nga Amagba. Vion të insistoj Laçi. Një ekip që e kemi parë shpesh herë të shënojnë minutat e para. Siç ka ndodhur në 2 përballjet e fundit. Ndaj luftëtarit realizoi Myrta në minutën e 10. Ndaj Lushnjës Tresa në të 13 minutë. Po bën një rezistencë. Apollonia po mundohet që të ulë ritmin kundërshtarit në çfarë do lloj mënyre. Sulo ombet topin, tentoi për një faul. Amagba tentoi një pasim në qendër për tek Mahmutaj. Kurti. Harrison. Isak ka topin në krahun e majt, pasimi tek Ledio Tresa. Tenton të tribloj Rakipaj, nuk ja deli, vjen në mbështetje Nerguti, por edhe ai nuk arrin dot
të devijoj topin Antoni. Me shumë forcë e mbron, nuk ka faul, është totalisht i praktisur i vetmuar nga pjesa tjetër e skuadrës. Joel, e vizet të mira nga ana e numrit 9, luan shpejt, pason të Kalaj. Tresa. Në krahun e majtës Isak, topi është pikërisht për të. Edhe njërë tjetër, Ledio Tresa, kime për në shtyllën e dytë. Sigurisht që Joel edhe Myrta prisin një top në qendër. Topi gjati Kaçajt, Solon nuk arindon, mbyllet nga Harrison. Kaçaj. Ka topin portieri Apollonis, i cili në minutën e 11 reagoi mjaft mirë në atë goditje të Ledio Tresës. Mjaki Mamutaj. Rretullohet Antoni, pasimi shumë i lexueshëm, mbyllet nga Isak. Rakipaj e nea topi edhe njërë tjetër Isak. Nuk lejon që Apollonia të kontrolloj lojën. Me njerë tregojnë agresivitet në fazën mbrojtëse. Topi larguar për para nga Harrison, për më të sigurtën. Paralelisht po zhvillohen edhe takimet e tjera të javës së 25. Është edhe Bureli Iliria, sigurisht një takim që keni mundësi ta ndiqni në rrjetin e radio televizion shqiptar. Ka vetëm një ndryshim rezultati në takimet e tjera, është pikërisht Pogradici Korabi 0-1, po bën surprizën ekipi Dibran. Rikthehemi në takimin Lecce Apollonia, vijon të jetë i mbërthyer në 0-0. Jemi në minutën e 20. Deri më tani vetëm 2 mundësi konkrete i përkasin Lecce. Tresa në minutën e 11 dhe Nerguti në të 15-ën. Edhe kështë edhe trajneri Jovanovic, sigurisht që asgjë nuk po shkon sipas planeve të tij. Faul i Mahmutaj. Goditje lirë për Lecce. Shojmë edhe njërë tjetër, faulin e fituar nga Sander Kalaj. Ishin 3 lojtarë të Apollonis që tentuan t'i bllokonin çdo lloj hapësire. Tek topi është Ledio Tresa, lojtari i cili ka asistuar më shumë nga të gjithë lojtarët e Lecce me 6 asistime, ka kontribuar pikërisht 6 të tilla. Vjen arkimi i Tresës dhe minuta e 21 realizon Harrison. Lecce 1, Apollonia 0. Zjat vetëm 21 minuta rezistenca e Apollonis. Edhe njërë tjetër fantastik, Ledio Tresa, asistimi i 7 në 25 javë kampionat. Vetëm vështron trajneri në Gjishensoj. Dhe Harrison shkon e ndan festën me stolin. E shojmë edhe krindën e trajneri në Gjishensoj, cili bën të ditur skuadrës se rezultati është ende 0-0, sigurisht për të mbajtur të karikuar lojtarët e tij. Kemi edhe shumë minuta të tjera. Është goli i 4
për nigerianin, 25 vjeçari, i cili në të kaluarën e tij ka qenë pjesë e ekipit të Dubrava në kampionatin kroat. Është një transferim i këtij sezoni i ardhur në ver Ledio Tresa. Sander Kalaj përpiqet të avancojë, mbyllet nga 2 lojtar. Amagba luan tek Antoni. Ka një faull. Pozicionohen lojtarët e Laçit. Rakipaj luan tek Cinedu. Kaçaj. Topi gjati ti, Sulon nuk ka rindot edhe njërë tjetër. Është Harrison, që në mbëdësi i cili po fiton çdo duel ajror me kundërshtarin. Isak. Del Asambeli, i cili në këto 24 minuta ka qenë një spektator i kësaj përballje e ndas një rrezik në portën e tij. Joel. Luan tek Myrta, mbyllet nga Rakipaj. Shohim me sa shumë shpejtësi, me sa shumë grind. Kërkojnë lojtarët e Laçit të rikuperojnë topin. Topi gjatë i Nergutit, në krahun i gjatë tek Mjaki. Por nuk ka rindot ta kontrolloj plotësisht. Ishte Mamuta i cili shbalancoi pikërisht Mjakin. Rivali me duar për Laçin, vijon të kontrolloj lojën. Ekipi drejtuar nga Shensoi. Gabon Asambeli, të që shkon te Antoni në pozicion të parregullt. Nerguti duhet të ndalit loja pasi ka një problem për një nga lojtarët e Apollonis. Sigur që nuk është një lajm i mirë për fjerakët. Ka në fushë stafi mjekësor. Shemë njërë tjetër pozicionin e parregullt të Antoni. Është Stefan, lojtari i cili ka mbetur i dëmtuar, ka një tërheqje futbollisti i Apollonis, ndërkohë që kujtoj se tek Apollonia në stolin e rezervave e ka një zëvendësi. Do të ketë një zëvendësim, nuk ja del dot Stefan. Tek Apollonia vetëm 5 lojtar janë në stol. 2 portierët Vincent dhe Aldo Bushi dhe 3 lojtarë si Elkana, Kudamo dhe Sebastian Ciapi. Telashe për Apollonin që duhet të kryejë një zëvendësim të detyruar në vetëm 27 minutat e para. Me një lojtar më pak për momentin e ekipi fjerak. Myrta. Apo në këtë pasim mbyllet nga Rakipaj. Ky fundi dhe dorëzon shpejt e Sander Kalaj. Pasimi jo i mirë për tek Bybo, mbyllet nga Amagba, por edhe ky fundi dhe dorëzon shpejt. Kurti i cili luan tek Harrison. Kalaj. Myrta. I kudo ndodhur në çdo cep të fushës numri 10. Kurti, Tresa, disi në vështirësi,
Megjithatë, gjensiden pason tek Bibo, kapiteni i Laçit luan shpejt në krahun e gjatë tek Mjaki, e ndjek Folorusho, Arkimi Mjaki, Joel, vetëm e devion, megjithatë, portieri Kaçe edhe një herë tjetër i vëmendshëm, minuta 28. Shojmë edhe një herë tjetër Arkimin e Mjakit dhe ajo goditje e Joel. Ndërkohë që është aktivizuar Elkana me numrin 3 tek Apolonia, është larguar Stefan. Një tjetër mundësi për Laçin, Harrison sërish, është goditja e 5 nga këndi për Laçin. Jenë Arkimi, jo i mirë. Vion të jetë për para ekipi i Kurbinas, që nëse është një goditje nga këndi, jo. Më pas ndryshon mendje kryesori Bastari. Në këtë mënyrë vjen goditja 6 nga këndi për Laçin. Luan shpejt tek Mjaki, Arkimi Mjakit në zonë. Myrta luan në një zonë të sigurt, të qetë, aty ku ishte Isak, Mjaki, pasimi mirë të Ledio Tresa në krahun e djathtë. Kërkon të triploje Nea topin, e u mbet këtë duel Mahmutaj në krahun e majtë. Vjen pasimi që lexohet nga Mjaki dhe Bibo arrin ta mbajë topin në lojë. Të karikuar të vëmendshëm në çdo situatë lojtarët e Laçit. Harrison luan tek Isak. Myrta. Kurthi. Edhe një herë tjetër tek Harrison. Simi Harrison në krahun e majt, që në du arrin të mos lejoj që topi të kontrollohet nga Sander Kalaj. Assambeli. Kurti. Shenë shumë të tërhequr lojtarët e Apollonis. Pasimi Kurtit për tek Joel. Bibo. Mbyllet nga Folorusho, Kalaj, Tresa. Pasimi jo i mirë i Ledio Tresës. Mbyllet nga Elkama. Nea topi. Folorusho në krahun e majt. E lexon mirë Mjaki, vjen në mbështetje gjithashtu edhe Ledio Tresa, por nuk arrin dot të pasoj. Por sigurisht, rivali me duar i takon Laçit. Kemi në minutën e 31. Laçi 1, Apolonia 0, takimi i vlefshëm për javën e 25. Një takim që po dominohet totalisht nga vendasit. Joel. Mjaki. Kalaj për tek Tresa. Mbyllet kombinimi i Mjakit dhe Tresas nga Folorusho. Bibo. Mjaki për tek Bibo, shumë sa mirë. Dalin lojtarët e Laçit me sa pasimet shumëta. Ja kemi Ledio Tresas që mbyllet nga Folorusho. Antoni kërkon të shfrytëzoj shpejtësinë dhe forcën, po mbyllet nga Harrison. Shkakton një ndërhyrje të parregullt. Antoni ka mbetur i dëmtuar autori i golit. Ja, dhe
Knaqishëm Soi, I cili vion të diskutoj me lojtarët e tij dhe kartoni verë. Kartoni verë për Knaqishëm Soi, ka pasur protesta nga trajneri I Laçit. E lloj pak kënaqësie nga Knaqishëm Soi. Shojmë edhe njërë tjetër faulin e shkaktuar nga Antoni kundrejt Harrison. Që ne du vetëm largon topin Rakipaj. Joel vjen me shumë shpejtësi, shumë sa mirë e kontrollon topin. Luan pas të Kurti. Harrison. Nerguti. Topi mirë I Nergutit në krahun e Majtek Isak. Mbyllet nga Elkana. Megjithatë Laçi vijon të jetë përpara. Myrta për tek Bibo. Simi Bibos tek Sander Kalaj. Edhe njërë tjetër Elkana. Vetëm largon topin, ndërkohë që ka patur një pozicion të parregullt. Është pikërisht ky momenti dukshëm më I avancuar Sander Kalaj. Bibo luan tek Tresa. Ky fundit që Joel por Francis ndjewardhjen pas shpinët të Joel duke larguar topin, duke larguar rrezikun. Ende nuk ka dhënë një sinjal të qartë Apolonia pas golit shënuar nga Harrison në minutën e 21. Ende asnjë rrezik në portën e Asambelli. Tresa e për e fundit e numër 7 të Laçit. Pasimi Joel, shohim kutitin e Olsi Myrtës që ndalet nga Kaça, një tjetër mundësi për Laçin. Ndalet loja, një tjetër lojtari I Apollonisë I dëmtuar, është pikërisht Çinetu. Shohim edhe njërë tjetër. Një përplasje minimale me Çinetus dhe Kalajt ka mbetur I dëmtuar futbollisti I Apollonisë, me që atë është quar numri 7. Ishte vetëm një problem I çastit për të. Në këtë pjesë të parë të paktën në këto 36 minutat e para, Laçi ka krijuar 4 raste për shënim, 5 duke përfshirë dhe golin e Harrison. Apollonia ende asnjë mundësi konkrete. Myrta. Bibo luan tek Sander Kalaj. Tresa. Faul I Tresës kundrejt Enea Topit. Shohim një herë tjetër faulin e shkaktuar. Po, ta ka marrë gjithë kohë se ke futet si janë. Kaçaj. Ke drejt, thjesht. Francis Rakipa, I cili është spostuar tashmë në mesfush. Elkana luan përpara. Sulo mbet kontrollin e topit. Ledjo Tresa tashmë përpiqet Laçi të organizohet. Pasimi për tek Joel dhe Francis, I cili jep një të shtyrë kundërshtarit.
Sigurisht kërkon djes Mjaki për atë pasim të fortë të ndërlikuar. Topi. Në vështirësi numri 2, e dorëzon tek Bibo, nuk ka faul. Myrta kërkon të përtoj të hyrë në zonë, hezitoj të godiste nga distanca. Elkana në top pas shpinës së mbrojtjes, të kundollet Sulo. Dhe është Isak, i cili shkakton një ndërhyrje të parregullt faul. E shohim edhe një herë tjetër, faulin shkaktuar nga numri 33. Enea Topi përgatitet, kapiteni Apollonis. Fillimisht kërkon të vendosë rregull në zonë kryesori Erion Bastari. Një aksion që nuk sjell asnjë rrezik në zonën e Laçit. Shtojmë përpara Ledio Tresa, që ne duhi vendosur mirë në mbrojtje Kaçaj. Luan përpara, edhe njërë tjetër Harrison, Nerguti, gabon atë pasim dhe Mjaki, e cili mjaftohet vetëm për të larguar topin. Topi gjati Kaçajt. Amagba, Antoni, Myrta, Kalaj, edhe njërë tjetër Myrta. Pasimi i fort i gabuar, nuk shkon as për Joel, as për Ledio Tresën. Sigurisht mund ta kishin shfrytzuar më mirë këtë mundësi, këtë rast. Lojtarët e Laçit, megjithatë fillojnë të jenë të përqendruar, të karikuar, pasi vetëm një gol, avantazhi një goli nuk siguron asgjë. Antoni e forcë, arrin të mbrojë topin. Luan tek Cinedu. Francis Kaçaj. Për tek Rakipaj. Topi gjati ti është vetëm Mahmuta e Ledio Tresa. Faul i Antoni dhe kësaj radhe kryesori Bastari nuk e fal. Janë 4 faullet të shkaktuara nga nigeriani Antoni. I vetëdijshëm e pranon kartonin e verdhë numri 9 i Apollonis. Edhe diskuton me stolin e Laçit. Sulmuesi Antoni. E shohim edhe njërë tjetër e pa Ledio Tresa ardhjen e Antoni. Mjaki, Kurti, Bibo, luan tek Ledio Tresa, fton Mjakin. E Vezmir ndaj Folo Lunshos, dëshkohet edhe Folo Lunsho, vetëm disa sekonda nga i kartoni verdi i Antonis. Dëshkohet edhe numri 5 i Apollonis. 2 lojtarë të ndëshkuar tek Apollonia në vetëm pak sekonda. Dukshëm ajo këmbë e ngritur e lojtarit të Apollonis. Një tjetër goditje dënimi, pikërisht në këtë pozicion, ndoshta edhe më afër. Laçi realizoi me Harrison, pikërisht me markimin e Ledio Tresës. Shohim edhe një tjetër.
Arkimi Tresës dhe goditja e gabuar me kokë e Bibos. Edhe 3 minuta nga përfundimi i kohës së rregullt. Do të mësojmë nëse do të kemi shtesë. Shohem ku qëndrojnë dy lojtarë si Kalaj dhe Joel. Antoni e stopon për e dorëzon tek Nerguti. Olsi Myrta. Kurti. Luan tek Nerguti. Sander Kalaj, Ledio Tresa tashmë. Luan tek Bibo, qarkullon mirë topin. Ekipi Laçit Mjaki, i cili e kthen pas. Aty ku ndodhet Kurti. Topi gjatë i tij tek Joel, vetëm e prek topin me kokë. Folorunshon në vështirësi, fiton këtë faull. Fiton frymëmarrja e Apolonia, por që nuk mjafton pasi është në disavantazh. Myrta. Luan tek Isak. Olsi Myrta edhe njërë tjetër, që në Bibon, pasimi shpejt për tek Sander Kalaj. Dhe kjo e tjatë që kushtohet nga Kaçaj. Shfaqet ishte rrezikshëm Laçi. Nerguti. Top për Alexander Kalaj. Person të Mjaki. Përton të trebloj kundërshtarin. Pikërisht Amagban nuk ja del dot. Folorunshë për tek Antoni. Pasimi për tek Rakipaj. Ban top me shumë forcë Rakipaj, por është i vetëm e nea topi në zonë. Ndërkohë, kjo e tja dhe arrin të barazoj Apolonia në minutën e 45 në goditjen e parë në port. Realizon Romario Sulo. Laçi 1, Apolonia 1. Një surprizë e pakëndshme tek Laçi në një ndeshje të kontrolluar, të dominuar dhe me shumë raste të shpenzuara dhe ja tek vjen ky gol. Sigurisht që do e bëjë edhe më interesante këtë përballje. Shohim edhe një tjetër, arkimi i Rakipajt. Është pikërisht Isak, i cili nuk është se largon topin siç duhet. Duke dorëzuar pikërisht tek Sulo. Laçi 1, Apolonia 1, vetëm 1 minutë shtesë nga përfundimi së parës. Sigurisht që nuk e priste një goditje të tillë ekipi i Laçit. Sander Kalaj. Tresa. Sërish Kalaj. Luan tek Kurti. E vëni me duar për Laçin. Vendos të mbyllë pjesën e parë. Kryesori Erion Bastari, Laçi 1, Apolonia 1, realizoi Harrison në minutën e 21 dhe barazoi Sulo në të 45-ën. Mos u largoni mirë sepse pas pak do të jemi sërish me pamje nga pjesa e dytë e takimit. Rikthehemi edhe një herë miq me pamje të drejtë për drejtë për pjesën e dytë të takimit Laçi Apolonia, një pjesë e parë përfunduar me rezultatin 1-1. Vendosi fillimisht goli i Harrison në minutën e 21 dhe Sulo në minutën e 45 barazoi rezultatin. 17 vjeçari i Apolonisë vendosi heshtje në stadionin e Laçit. Do të shohim tashmë se si do të rrjedhin ngjarjet në këtë pjesë të dytë.
do duhet të presim pasi ka një zëvendësim tek Laçi. Do tjetë Hairullah Tola i cili futet në fushën e lojës dhe largohet Isak. Largohet një mbrojtës për një mesfushor me tipare ofensive si Hairullah Tola, ish lojtari i Tiranës. Ka vëshëlluar kryesori Bastari. Joel. I vjen Amagba. Ndërryer pa rregullt. Nerguti. Luan tek Bibo. Sigurisht që Apollonia do të mundohet ta ruaj me të gjitha forcat, me të gjitha energjit këtë barazim. Do të ishte shumë i vlefshëm për misionin bjetes, ndërkohë në krahun tjetër Laçi as nuk e mendon një rezultat të tillë dhe sigurisht do të instalohet shumë shpejt në portën e Kaçajt. Në pjesën e parë ishin 4 mundësi për gol për Laçin, 5 nëse shtojmë edhe golin e shënuar nga Harrison. Nerguti, topi gjatë i tij. E nea topi Arkimi i tij për tek Antoni, kryefundit e devion me kokë. Luan tek Sulo, ndërkohë shumë të Arkim në zonë dhe daljen e Hasan Belli, një Arkim i Eklanas që shkoi tek Antoni, ku mund të ishte shumë i rrezikshëm numri 9 i Apollonis për gjatësinë që disponon. E nea topi luan tek Antoni. Sinedu. Luan pas tek Kaçaj. Francis. Këtura të luaj edhe njërë tjetër pas tek Kaçaj. Gabon Kaçaj vetëm për një çast, gjithashtu edhe Amagba. Joel për tek Kalaj. Shkon ai pasimi tek Hairullah Tola. Gabon Sander Kalaj, Antoni. Pasimi Antoni për tek Sulo. Është më i shpejt, më i vendosur mirë Kurti. Dhe do 17 vjeçari Romario Sulo, i cili shënoi në minutën e 45, vetëm disa sekonda nga përfundimi i pjesës së parë. Joel. Eklana, Gabon, e dorëzon topin tek Nerguti. Përpiqet të dalë përpara ekipi i Laçit, pasimi i Nergutit tek Tola, Bibo. Top i gjatë i ndërlikuar. Megjithatë e arrin Kalaj. Harrison. Nerguti. Hairullah Tola. Mjaki. Luan tek Olsi Myrta. Fton edhe njëherë tjetër Hairullah Tolon. Kombinime të vazhdueshme mes dy lojtarëve. Myrta. Gabon kërkon ta rikuperojë, ja del mjaft mirë me shpejtësi dhe vendosmëri. Harrison me shumë vetë besim. Arrin të nxjerrë përpara Laçin. Myrta Gabon në pasimin e tij. Myrta ishte Eklana. Francis. Arkimi gjatë i tij. Harrison largon topin me kokë. Live limituar për Apollonin. Kërkon të nxitoj trajneri Laçi na gjeshensoj. Harrison për tek Nerguti. Luan përpara numri 31 i Laçit. Francis. Largon topin me kokë që në mbrojtësi i Apollonis.
Se Tirana është më mirë, Tirana s'ka lek. Tresa e lë topin të dalë jashtë vijave njësore dhe faul I Eklanës. Pavarësisht se nuk është dakord me vendimin e dhënë, gjithashtu edhe me kartonin. Është shkohet Eklana, lojtari I tret tek Apollonia që do shkohet me karton të verdh. Umejego, Folorusho dhe Eklana. Tre lojtarë të ndëshkuar me karton të verdh tek Apollonia. Vion të marrë stafi mjekësor. Mbrojtësi Laçit Arlind Kurti. Fatmirësisht pa dëm e pa probleme për të. Eklana u aktivizua në minutën e 28 duke marrë vendin e Stefan I larguar për shkak të problemeve fizike. Vjen arkimi jo I mirë nga ana e Ledio Tresës. Bibo luan mirë me kokë tek numër 7 I Laçit, pikërisht Ledio Tresa. Kurti nuk arrin dot Sulo. Kala nga kjo distancë e forte djata e tij, por pa kuadrat. Shohim edhe një herë tjetër goditjen e mesoshorit të Laçit. Sander Kala, I cili ka shënuar 6 gola, në shifër goxha e mirë për një lojtar që është transferuar në merkaton e verës. Kujtojmë që sezonin e kaluar ishte pjesë e ekipit të Teutës nga Biznes Superiore, por nuk mori minutat e duhura dhe Laçi besoi te aftësitë e tij. Një faul I Harrison, goditje e lirë për Apollonin. Minutat kalojnë, rezultati vijon të jetë Laçi 1, Apollonia 1. Arkimi I Enea topit, pikërisht e Antoni. Çdo topi gjatë shkon pikërisht te numri 9. Kalaj, faul I Rakipait. Harrison, autori golit në minutën e 21. Bibo për plas topin tek Rakipaj. Pavarësisht dëshirës së Sulos për të arritur tek topi, nuk e del dot. Probleme për Antoni. Sigurisht që nuk është një lajm I mirë, shohim kryesorin Pastari, I cili për me shenjë stavit mjekësor të nxitoj, shkon tek stoli I Apollonis. Dhe kartoni verdh për një nga pjesëtarët e stavit të Apollonis. Kërkoi më tepër shpejtësi nga stafi mjekësor, kryesori Pastari. Sigurisht që shëndeti I çdo lojtar shumë I rëndësishëm. Atë ku më njëherë kryesori thëri ti për t'i ardhur në ndihmë lojtarit të Apollonis. Dëgjoj një sekundë. Po vllai, po s'po shef dëgjoj me këtë blek. Ço fut. Është larguar Antoni. Sigurisht që do të reaktivizohet sërish. Po vllai, po ti po fut blek vllai. Hajde diktorin. Hajde me si diktorin, vazhdo fol. Nerguti. Po shive për që po fut. Harrison ka topin. Kemi qatë të Kurti, e stopon, hy në zonë, pyllet nga Sulo, cili vjen në ndim. Për disa Apollonis,
ka shkaktuar një ndërhyrje të parregullt. Numri 10 i ekipit Firak. Ta jap unë fute. Jo pa bë fokus unë, ti e fut. Shohim edhe një herë tjetër duelin midis dy lojtarëve, arriti Kurti të shkonte tek topi. Goditje dënimi për Laçin, Ledio Tresa. Përgatitet numri 7 ishte ai i cili asistoi në golën e shënuar nga Harrison. Do të shohim tashmë shumë lojtarë të Laçit në zonë. Pasimi është një skem. Pipo e tjafta e tij e gabuar. Në kohë gabim shohim nuk e shfrytëzojnë dot në maksimum ato gabim. Lojtarët e Laçit pikërisht Hairullah Tola. Ishte një mungesë ideje, një moment i keq. Kujtojmë që edhe në ndeshjen e fazës parë zhvilluar pikërisht në stadiumin e Laçit, Laçi Apollonia, në atë kohë ishte një përballje e javës së 6, përfundonte me rezultatin 1-1, realizonte Nerguti në pjesën e parë dhe Trifoni vazhdonte në minutën e 73 Giovanni Trifoni, i cili u transferua në merkaton e janarit tek ekipi i Teutës. Sigurisht që është një mungesë shumë e madhe për Apollonin në partin e sulmit. Sambelli e vështirëson shumë situatën, e largon topin. Në moment i vështirë për të. Shohim edhe një herë tjetër. Topin e larguar nga portieri i Laçit. Rivënë me duar për Apollonin. Bibo largon topin kapiteni i Laçit. Të Laçi futet 19-a deri te 10. Ka mbetur i gjakosur Ania topi. 14. Faul në zonë. Topi gjati Nergutit, Padres. Një tjetër zëndësim tek Laçi, do të aktivizohet Umar. Një tjetër sulmues për Kevin Kurbinas. Sërish probleme për Antoni. Sërish probleme për sulmuesi nigerian, që ka sjell një irritim tek tifozët, por gjithashtu edhe tek stoli i Laçit. Por këto vonesa loje. Do të largohet Sander Kalaj tek Laçi. Omar në fushën e lojës. Largohet një mesueshor për një sulmues. Lëvizje edhe tek Apollonia është Kudamo, sulmuesi. Do të shohim nëse do të jetë Antoni lojtari i cili do të largohet.
Do të jetë pikërisht Antoni lojtari I cili do të largohet nga fusha e lojës dhe vendin e tij do e marr Kudamo. Humbet forcë në repartin e sulmit ekipi Apollonis. Nerguti. Arkimi gjatë. Shohim Tresën dhe më pas Joel. Edhe njërë tjetër Joel. Myrta është Hairullah Tola I cili nuk e kontrolloi dot topin. Nerguti. Umar. Hairullah Tola. Luan tek Olsi Myrta. Joel për tek Tresa. Godet për jo mirë Bibo mbyll aksionin e Apollonis. Myrta. E viz mirë ndaj 2-3 lojtarëve të përgjithësi me mbajtjen e topit, por arrit të fitoj këtë faul. Ledio Tresa tek topi, kemi hyrë në minutën e 62, Laçi 1 Apollonia 1. Kemi Tresës jo I mirë. Kudamo. Shumë I fort pasimi për tek Rakipaj. Hasan Belli, luan tek Bibo. Nerguti. Avancon numri 31 I Laçit. Gabon mbyllet nga Sulo, I cili është kthyer tashmë si një mbrojtës si një mesfushor për të ruajtur mirë balancat, për të mos lejuar daljet e shpeshta të Kurtit apo Ledio Tresës. Luan për para topi, Nerguti me kokë. Tola I cili u mundua të linte topin për tek Bibo. Rakipaj nuk ka faul. Tola për tek Joel. Dhe ndalet loja për një pozicion të parregullt. Jo, thjesht ka qenë një rivënim me tuar. Luan shpejt lojtarët e Laçit, Olsi Myrta. Ai pasim nuk shkon për Joel, ishte shumë I fort. Dhe ka një goditje nga këndi, Gabon Kaçaj, I cili besoi shumë në të kontroll topi. Portieri I Apollonis po bën një punë të jashtëzakonshme. Markim në zonë. Joel Tola dhe në 2 momente nuk arrin dot të shënoj futbollisti I Laçit. Një mundësi shumë e mirë në minutën e 64. Ka vetë I dëmtuar portieri I Apollonis, por e gjana mundson edhe një herë tjetër. Këtë aksion ishte vetëm një prekje e lehtë e Hairullah Tolës. Nuk arriti dot as Joel, as Hairullah Tola. Ka mbetur I dëmtuar portieri Leonard Kaçaj. Në rast të një barazimi, atëherë Laçi sigurisht që do të ndërlikonte shumë objektivin superiore, pasi
kundërshtari, rivali më i afër si Pogradeci, po fiton ndaj Korabit, aty ku distanca tashmë është 3 pikë larg dhe shkëputet nga Skënderbeu 5 distanca larg. Ekipi Korçar përfiton 2-0 ndaj Lushnjës. Sigurisht që bëhet gjithnjë e më interesante klasifikimin në kategorinë e parë. Megjithatë, Laçi ende nuk e ka thënë fjalën e fundit. Amagba. Pasimi i Mahmutajt në pozicion jashtë lojë Kudamo. Harrison. Luan tek Nerguti, e cili është këtyre si një qendërbrojtës. E ka bërë edhe në ndeshjet e kaluara të Laçit. Goditje dënimi për ekipin e Laçit. Let do tresa tek topi. Shohim markimin. Askush nga lojtarët e Laçit nuk përfiton ai topi dhënë nga futbollisti i Laçit. Uman. Edhe një herë tjetër vijon të jetë përpara ekipit Laçit. Arkimi Tresës mbyllet nga Frances. Arrin të rëmbej topin pa fall Bibo ndaj Kudamos. Nerguti luan te Kurti në krahun e majt. Arkimi i mbrojtësit shumë i fortë. Megjithatë arrin Myrta dhe i devijim i Mahmutajt. Një tjetër goditje nga këndi për Laçin. Luajnë shpejt. Arkim në zonë, Joel nuk tregoti sakt. Rakipaj. Topi gjatë për para, i fort, braktis portën. Asambeli. Gabon për tjeri Laçit, jo të kënaqur tifozët. Harrison. Preka e fundit e Folorunshos. Gjetojnë vendasit Hajrullah Tola. Mjaki. Bibo. Myrta. Preka e fundit e Sulos. Joel, del të pasoj tek Tresa Kurti. Myrta. Hajrullah Tola. Nerguti. Për të Hajrullah Tola nuk e kontrollon. Ishë futbollisti i Tiranës Bibo edhe një herë tjetër. Këndë organizohet është më Laçi me Harrison. Olsi Myrta. Që të ambulimit të kundërshtarit, goditja e Myrtës jashtë. Ideja ishte mirë për të gjetur rrjetën. Shohim edhe një herë tentativën e Olsi Myrtës. Probleme për Cinedu.
Tje me Ramazan, ka marrë e. Tashmë jemi në 20 minutat e fundit nga mbyllja e kohës së rregullt. Lecce 1, Apollonia 1. Sigurisht që çdo minutë, çdo sekond që kalon është në favor të Apollonisë, pasi edhe një pikë do të ishte në shumë leverdi për ekipin Fierak, por jo për Lecce'n, që i ndërlikohen shumë objektivat e sezonit. Kudamo. Nuk ka faul, loja duhet vijoj. Bibo. Në këtë ndodhin pas të ka Sambelli. Harrison. Myrta. She ardhin e Amak Bas. Tresa. Për tek Bibo. Fton Hajrulla Tollën. Ndërhyrje pa rregullt e Kudamos dhe kartoni verdh. Dëshkohet Kudamo. Lojtari I cili mori vendin e Antoni në minutën e 61. Nerguti. Shë në krahun e Mike Harrison. Elizej Harrison. Tola. Pasimi shumë I mirë në krahun e gjatë. Mjaki. Mbyllet ai aksion. Tjetër goditje nga këndi për vendasit. Shohë markimin e Tresës, nuk arrin dot Nerguti. Myrta! Çfarë euro goli! Minuta e 73 e nxjerr nga Içi. Kryevepër e Olçi Myrtës. Lecce në avantazh. Pikërisht me golin e shënuar nga Olçi Myrta I dorëzuar Kaçaj. Nuk kishte se çfarë të bënte portieri I Apollonisë. Ato goditje të fortë, të shpejt. Duke mos I lënë asnjë mundësi reagimi portierit të Apollonisë. Goli 13 në kampionat për Olçi Myrta, vetëm 20 vjeç. Lecce 2, Apollonia 1. E shohim edhe një tjetër, arkimi Tresës. Nuk arrin dot Nerguti, Kurti I cili e lë topin pikërisht tek e djata e numrit 10. Lecce 2, Apollonia 1. E jashtëzakonshëm 20 vjeçari I cili po udhëheq ekipin Kurbinas drejt një tjetër objektivi të rëndësishëm, siç është rikthimi në A Biznes Superiore. Myrta. Harrison. Nerguti për tek Hajrulla Tola. Mjaki sërisht Nerguti, cili luan tek Harrison. Tola. Nerguti. Mjaki kontrollon lojën tashmë Lecce me shumë qetësi. Nerguti. Pasimi për tek Ledjo Tresa. Joel sërish Ledjo Tresa. Mbyllet nga Elkana.
Olsi Myrta, se shumë e mirë ndaj Sulos. Tresa vërdek Myrta dhe goditje e lirë. Dhe që Elkana e ka një karton të verdh. Kartoni marrë në minutën e 51 shënë dhe njërë tjetër, faulin e shkaktuar. Kurti dhe Ledio Tresa, dy lojtarët e topit, shohim largohet Kurti, goditja e Tresës jashtë përfundon. Faul i Hajrullah Tolës. Eklana. Cinedu. E mban topin Cinedu, i cili luan pas tek Eklana. Francis. Luan tek Enea topi. Rrotullohet kapiteni i Apollonis, Amagba, Francis, Cinedu. Amagba. Topi për tek Amagba. Rakipaj. Ka shumë të vështirë të gjejë një alternativë për para, detyrohet të luajë edhe një herë tjetër tek Enea topi pasimi shpejt i këtij të fundit. Kudamo Mahmutaj tenton në marrë të mbi çdo lloj hapësire, vjen Arkimi, Sulo me kokë, Bibo e largon si mundet, Cinedu, goditja i cili ndalet dhe faul i Eklanës. Ka një problem për një nga lojtarët e Laçit, ndërkohë që regjia na mundson edhe një herë tjetër golat e këtij takimi. Fillimisht Harrison në minutën e 21 barazoi Sulo në të 45-ën, pikërisht vetëm pak përfundimi nga mbyllja e pjesës së parë dhe Olsi Myrta. Ajo krye vepër në minutën e 73 duke dhënë avantazhin Laçit dhe goli i 13 personal për të sigurisht është në luftë për këpucën e artë, ka një duel të fort me sulmuesin e Korabit Taulan Marku dhe Nasër Saleh Nasër. Sulmuesi Skënderbeut, i cili është autori 14 golave. Luan përpara Harrison. Për Joel i fort. Është aktivizuar sërish të Kurti pas atij problemi që pati vetëm disa çaste më parë. Foloron Shoh. Harrison
Topi gjatë ti në qendër, mbyllet nga Francis. Dhe faul i Joel. Është ndëshkuar edhe Rakipaj me karton të verdh. Ndërkohë tek Apollonia do të aktivizohet Sebastian Ciapi. Largohet Mahmutaj. Do janë tre zëvendësimet e vetme tek Apollonia. Nuk ka asnjë lojtar në dispozicion. Trajneri Jovanovic përveç dy portierëve që janë Vincent Anane dhe Aldo Bushi. Kurti. Joel nën topin me forcë dhe faul i shkaktuar nga ana e Cinedu. Goditelje për Laçin tek topi Ledio Tresa. Kemi mirë në zonë dhe goditja me kokë e Joel. Dale me shumë lehtësi nga portieri Kaçaj. Kërkon të luajë shpejt, të kap të pa përgatitur. Mbrojtjen e Laçit nuk ja del dot, mbyllet nga Bibo. Me Guti i cili lë topin për Olçi Myrtën, pasimi mjaft i mirë për Joel, por e lexon situatën portieri Kaçaj. Nerguti tek Sambelli. Topi gjati, Nerguti të agresuar pikërisht tek Joel. Mbyllet nga topi, vetëm rivënie fundore. Cinedu. Klana. Do për tek Ciapi, mbyllet nga Kurti. Hajrulla Tolla, kundërshtyr përpara, nuk ja del dot, mbyllet pikërisht nga Cinedu. Folor Unsho për tek Kaçaj, edhe një herë tjetër Cinedu. Luan tek Klana. Pasimi të cilit mbyllet nga Kurti. Myrta, Umar, Kurti, Joel, Hajrulla Tolla tashmë. Olçi Myrta. Kurti për tek Myrta. Topi larguar jo mirë nga mbrojtja e Apollonisë, edhe një tjetër Cinedu kërkon të rifitoj topin. Nuk e del dot mbrojtësia e Apollonisë. Ledio Tresa i cili mjaft mirë Apollon. Në krahun e gjatë ku ndodhet Mjaki e mbështet Nerguti. Topi pikërisht për të. Umar mban topin, perëndim për një prekje të topit me dorë. Le avion sipas kryesorit Bastari, Harrison tek Mjaki, nuk ja del dot. Mbaj topin në lojë. Kaçaj. Sulo me kokë.
Mjaki për tek Bibo. Enea topi. Sinedu lëviz mirë ndaj Olci Myrtës. Pason tek Folorun Sho. Byllet nga Omar. Tola. Pason mjaft mirë tek Olci Myrta, po nuk e kontrollon. Topi numri 10 i Laçit Rakipaj. Jemi shumë shpejtësi Harrison. I cili luan tek Ledio Tresa. Goditja e Tresës. Kushtohet nga Kaçaj. Sigurisht që kërkon t'jap goditjen përfundimtare a Apollonisë. Ekipi i Laçit me shumë raste të shpërdoruara. Kërkoshëm edhe njërë tjetër pretendimin për një prekje të topit me dorë nga futbollisti i Apollonisë. Ndërkohë ka probleme për Harrison, lojtari i cili shënoi në minutën e 21 golin e parë, golin që i dha avantazhin ekipit vendas. Faul i fituar nga Harrison. Shemi dhe njërë tjetër. Ishte pikërisht Francis, që në mbrojtësi i cili në këto minutat e fundit është spostuar si një sulmues për t'i ardhur në ndihmë ekipit të Apollonisë. Ka probleme për Harrison. Po bëhet e kundra njëra. Ndërkohë javën e ardhshme, Laçi do të luajë përballë Korabit në transfert, ndërsa Apollonia do të pres Skënderbeun, një tjetër përballje shumë e vështirë për ekipin Fierak, përballet me kryesuesit e kampionatit. Gjërat nuk po shkojnë mirë për ekipin Fierak që aktualisht ndodhet në zonën e play-outit në vendin e 9 e 24 pikë, ku zona e shpëtimit është 4 pikë larg. Zonë që mbahet nga ekipi Dibran. Është larguar Harrison, megjithatë do të jetë sërish në fushën e lojës. Topi gjatë për tek Joel. Mbyllet nga Eklana. Luan shpejt Kaçaj, pikërisht tek Eklana. Ka bon ky fundit. Tresa. Pasimi Tresës lexohet nga Çinedu. Kaçaj. Nea topi. Çinedu për tek Amagba. Nuk arrin do Sebastian Ciapi. Myrta. Vjen Sebastian Ciapi, arrin tek topi dhe njërë tjetër Olci Myrta e rikuperon shumë shpejt. Vjen në ndim kurtit. Pasimi ardha Tolos për tek Umar dhe kjo ndërhyrje ka faul. Dhe kartoni kush. Kartoni kush për portierin e Apollonisë. Nuk kishte si të shkronte më keq kjo përballje për ekipin Fierak. Shkohet portieri i Apollonisë pikërisht për atë ndërhyrje të parregullt ndaj Umar. E shohim edhe njërë tjetër, pasimi i Ajrullah Tolës dhe më pas mjaftoi vetëm një prekje lehtë e Umar për të humbur kohën e kundërshtarit.
Dhe për ta bërë që Kaçaj të dalë me karton të kuq. Edhe bluzën! Ka përse të ndroj bluzën të tjerë. O dhe bluzën! Nuk ka zëvëndime! Bluzën do t'i japi përveç Dorezës. Ako i themë batë shkaj. Ose s'ka më zëvëndime. Është një situatë si e çuditshme pasi Apolonia nuk mundet dot të bëjë zëvendësi sepse i ka kryer 3-1 për secilën kohë. Dhe në këtë mënyrë duhet të jetë Rakipaj, i cili në këto 4 minutat e fundit do të duhet të mbrojë portën e Apolonisë. Pra i ka kryer 3 zëvendësime, nga një për çdo stacion, njëri Jovanović. Është improvizuar në port Rakipaj, ako që ka nervozizëm në zonë e panevojshme. Vjen vëshëllima e kryesorit Bastari. Shledjo Tresa, kontitë të cilit ndalet nga mbrojtja e Apolonisë, ishte pikërisht Nea Topi. Në fushën e lojës Orgi Cena dhe largohet Myrta, autori golit të dytë në minutën e 73, që i dha avantazhin ekipit të Laçit, largohet me zgjuar përkitjeve. Jashtëzakonshëm 20 vjeçari, i cili diskuton me Taniana Qishënsoj. Harula Tola, gabon atë shtopim topin, mbyllet nga Amagba. Sërisht Amagba me kokë. Sulo, Cena, ergon topin. Topi. Ka një faul, shtuar nga Joel. Revëllim e duar për Laçin është Kurti. Nea Topi, ka shpejt në krahun e gjatë tek Klana. Edhe njërë tjetër Topi. Dhe këtu Bastari vendos të mbyll takimin Laçi. Dione Çurin fantastike të rezultateve, duke marrë 3 pikë shumë të vlefshme përballë Apolonisë, që bëri gjithçka për të ndalur vrullen e vendasve, por nuk ja doli dot. Hynoi edhe njërë tjetër me autorët e golave, realizoi Harrison në minutën e 21, ndërkohë Sulo barazoi në minutën e 45, vetëm pak çaste nga përfundimi i pjesës së parë, ndërsa Myrta në minutën e 73 realizoi për Laçin golin e fitores.